Ende nuk është vendosur nëse në muajin shtator pensionet do të harmonizohen sipas ligjit ekzistues apo do të ketë rritje të re lineare. Kjo do të thotë se për të ndodhur rritje lineare, kuvendi duhet të ndërhyjë me ndryshime ligjore. Во овој момент е така поставено, додека нема некоја промена измена од аспект на тоа дали ќе биде линеарно или процентуално, станува процентуалното. До сега немам најави некој од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади дека ќе има било каква промена. Суштината е како Министерство за финансии да им ги обезбедиме средствата кои што ќе значат раст. Nëse zbatohet të gjitha ligjora aktuale, të gjithë pensionistët do të kenë rritje të pensionit në përqindje. Sipas metodologjisë aktuale, harmonizimi do të ishte 6.9%. Kjo do të thotë se pensionet më të ulta do të përfitojnë më pak, ndërsa ato më të larta më shumë në vlerë absolute. Dimitrieska Koçovska gjithashtu sqaroi se miliardat shtesë të ndara për fondin pensional invalidor me ribalancin janë për shkak të mos realizimit të disa të ardhurave në periudhën e kaluar. Ова збор за неостварување на проектираните приходи во рамки на пензискиот фонд и потреба од дополнително пренасочување на средства кон нив od strana na buxhetot. Ndryshe me ribalancin e buxhetit janë transferuar gjithsej 2.5 miliard denar shtesë në fond, që përkthehen në rreth 41 milion euro, prej të cilave 16 milion për shtyllën e parë dhe 24 milion për nevojat e shtyllës së dytë pensionale.